Ama shumë njerëz fatkeqësisht mas pari që çka thonë tjerë. Andaj bëhet pengesë për udhërim. E bëhet pengesë për namaz. Isha fal, po kam shku tani në punë, tani njerëzit tani. Lej këtu Allahu ton. Ti nisi për Allahun xhallahu ala. Mo, ato pengesa, ai din Allahu xhallahu. I din, ani lej Allah, ai ti largon ato. Mos i bësh kaktor pengesat që të privosh nga adhurimi xhallahu ala. Ose ndonjë motor musliman do të mbulu apo. Ka shumë që mendojnë do të mbulu apo. Isha mlu, po tani kjo lej kalkulimet e Allahut. Kur do më mbulu, shiko ka çka pjesë, çat këna dhona, çat jep Allahu xhallahu ala. Ai të kap këtë udhëzim, ai të kap këtë mirësi, përgjigje me nështrim atina, po pengesat masanej. Një herë përgjigj Allahu azza xhel. Ati një herë, tani këshyrim çfarë po bëhen ato. Normal. Ama jo që të jetë njeriu pengesë për t'ju përgjigjti Allahu xhallahu. Kjo është esenca. A ka pengesa serioze që njeriu të pengon? Po, nëse janë serioze, as Allahu s'kërkon. Prap në këtë rast ju ke përgjigj Allahu xhallahu ala, se ai ka thonë tash soborç. Normal. Andaj gjithmonë Allahut i përgjigjemi. Nga sa Allahu kur s'kërkon që t'i përgjigjemi për të mundësive tona. Mirë, po jo dhe për gjithçka me lënë udhëzimin Allahu xhallahu ala. Për një fjalë, për një diçka, ja, për gjithçka s'lihet apo. A ka çmim? Ka çmim. A ka kosto? Përgjigja, ka kosto. Ama të kena dhonë shumë, kjo u thërë, pak pëse pagun, s'po të nome, apo, ka ti që po t'japëm na? Në po t'japëm ti pasën pejgamberit, asëm, në po t'japëm pi kërtheri me pi, në po t'japëm knatësit e Allahot, fale gjunaheve, po t'japëm gjenet. Ta është pak pëse lem pa gjumë, se më se liptar bashkeq është të pësrafshë, apo kuptan? Gjithë më kujtej qka t'kep Allah xhallahu ala, edhe qka po t'kërkan, pak është, qka Allah po lip, në krasim e qka në ka dhapë. Qa të ka dhapë t'japë? Ahireti, wal aqibatu lil muttaqin. Allahu tha, edhe fundi i takon kujna të devotshmëve, të mirëve, të sinqertëve, besimtare, fundi, këtë fundit kur bëhet dihet, apo sikur se e kemi përmendur sura Al-Mutaffifin, dihet kur kesh i fundit. E çaj që kesh i fundit, kesh mas lezetshëm. Se tani e din një meçi, po kesh me vakt. Se ka do keshin para vakti, e të këtë kesh u kthehet në pezëm në depresion, se kanë kesh para vakti. Andaj besimtari kesh, po, kesh. Ama kur keshaj, mas saj s'ka mërzi më aftën. Mas asaj qeshje, s'ka më mërzi, s'ka let më aftën, po, s'ka frikë më, se është qeshje e premtuar nga Allahu te bareke ve teala.